Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, sot pranë jush do të vim me një histori tronditse, një histori që ka shkruar një burr i moshës 49 vjeç, i cili tregon një dhimbje të madhe që ka kaluar me bashkëshorten e tij pas 20 vitesh martesë. Në këtë 20 vite martesë ku në jetë kanë ardhur 4 fëmijë tashmë të rritur. Kjo është historia e një njeriu që për 30 vite mbajti brenda vetes dhimbjen, turpin, zhgënjimin edhe heshtjen. Një histori që përfshin tradhtin, abuzim, incestin, shpërbërje familjare dhe një të vërtetë që kur doli në dritë, shkatëroi gjithçka. Ky është rrëfimi i një burri të 49 vjeçar, i cili nuk kërkon më as drejtësi, as hakmarrje, por në të vërtetë e kërkon vetëm të vërtetën. U fejuam me shkuesi. Unë isha 21 vjeç, ajo diku 18. E ndrojtur, e qetë, dukej sikur mbante diçka brenda që nuk e tregonte dot. Por s'isha aq i rritur që unë t'ja kuptoja shenjat asaj, thot. Martesa nisi si shumë të tjera në atë kohë, pa shumë njohje, pa shumë fjalë, me shpresën se koha do ta sillte dashurinë. Buri thot shpejt vura re që vëllezërit e saj nuk më donin fare. As të pija kafe me ta, as të dilja me gruan. Sa herë shkoja në shtëpinë e tyre, më shikonin me sy shumë të ftohtë, thot buri. Sikur unë isha i tepërt në atë rreth. Vjera më shikonte me sy të lodhur. Vëllai i madh i saj nuk fliste kur. Motra e saj e madhe i fliste gruas vetëm në dhoma të mbyllura. Diçka nuk shkonte, dhe shumë shpejt e vërteta e parë doli. Ajo qante shpesh natën. Një ditë unë e kapa për dore edhe i thash: "Më thuaj se çfarë ke? Çfarë të mundon?" Ajo më pa në sy edhe dridhej. Më tha me zë të ulët: "Jam viktim. Kam qenë viktim e familjes sime." Fjalët e saj ranë si një gur. Ajo kishte përjetuar incest, një plagë e hapur që e ndiqte edhe pasi ajo u martua me mua. U shtanga. U ndjeva i tradhtuar, i shkatëruar, jo nga ajo, por nga e vërteta që nuk mundesha që unë ta imagjinoja. Më tha se nuk kishte qenë me dëshirë, se ishte përdhunuar nga familjarët e saj. Nga dhimbja që përjetova, nga tmeri që kalova, ishte shumë e rëndë që unë ta kuptoja që gruan time e kishin përdhunuar familjarët e saj. Unë ndërpreva çdo kontakt me kunetërit e mi. Nuk doja që t'i shihja më. Por një ditë motra e madhe gruas i tha fshehurazi: "Mos e çaj kokën, mos e trego këtë histori askund, as prindërve, as vëllezërve, sikur të vdesësh, mos e nxirr nga goja." Këto fjalë e konfirmuan të vërtetën e tmerrshme. E gjithë familja e gruas time e kishte fshehur krimin. E kishin mbyllur historinë nën qilim, ndërsa vajza jon dhe vajza e tyre në këtë rast po ritej me trauma. Unë nuk e dija si të reagoja.
isha një djalë i ri, i futur në një histori që në fakt nuk ishte imja, por që më goditi mua më shumë se askënd. Pas dhimbjes që pata, erdhi vendimi për të përpjekur. Unë e fala. E mora bashkëshorten dhe u larguam për në Greqi. Punuam atje bashk për 2 vite, do me thënë pasi që zotria në fjalë që t'ju ja shpjegoj historinë, e ka kuptuar të vërtetën dhe e ka kuptuar se çfarë ka ndodhur me vajzën që kishte patur incest nga familja e saj për dhunim, nga vëllezërit, nga rrethi i familjes. Ai e ka falur këtë të vërtetën, ka mbyllur kontaktet me familjen. Do me thënë gjithmonë e ka ndjerë që gruaja ka diçka që fsheh. Dhe në anën tjetër, motra e saj ka thënë një ditë fshehurazi që mos e çaj kokën, mbyllej si histori se nuk mund të merret njëri me këtë gjë. Dhe ky e ka dëgjuar edhe normalisht është ndjerë keq sepse duke mos qenë fare pjesë e kësaj historie, zotria është bërë pjesë e kësaj historie. Do thënë, ka hyrë në këtë histori pa dashje, sepse e ka marrë me shkuesi. Nuk e ka ditur historinë e vajzës, nuk e ka ditur çka ka bërë familja, thjesht do të thënë i ka pëlqyer si gocë dhe e ka marrë. Dhe për të shpëtuar nga ky fenomen i tmerrshëm, që do me thënë vëllezërit e vajzës nuk kanë patur takime me zotrin, nuk kanë kaluar momente të bukura, pastaj do me thënë zotria ka mbyllur çdo kontakt, këto kanë vendosur që të udhtojnë në Greqi duke ikur nga e vërteta dhe duke u munduar që atje të jetojnë shumë të lumtur. Atje kanë punuar për 2 vite me radhë. Më pas janë kthyer në Shqipëri dhe kanë ndërtuar një familje me 4 fëmijë. Por ajo plak, ajo e kaluar, thot buri, që mendova se ne e lam pas, vazhdoi të na ndjek. Fundi i martesës nuk erdhi nga unë, thot, por erdhi nga ajo. Do me thënë, pas 20 vitesh me 4 fëmijë, gruaja ka vendosur që të ndahet nga zotria në fjalë. Tani historia këtu mori kthesën më të dhimbshme. Djali i tyre i madh, sot rreth të 20-tave, vendosi të tregoj çfarë ka parë vet. Para 6 viteve, thot djali, kam qenë 12 vjeç. Më gënjenin gjatë gjithë kohës. Më jepnin lek vetëm që të largohem nga shtëpia. Kur motrat shkonin në shkollë, mua më largonin me justifikime. Ata bënin punën e tyre, unë nuk e kuptoja atëherë, por tani kuptoj gjithçka. Djali në moshën 12 vjeç, do me thënë kur i ka parë këto skenat, ka arritur të zbulon historinë e nënës së tij që nuk kishte marrë fund. E shkuara e saj nuk ishte vetëm një traumë që i kishte mbetur zonjës, por diçka që vazhdonte edhe ditët në vazhdim. Kjo e vërtet ishte goditja përfundimtare që e çoi në ndarjen e prindërve, thot djali. Do me thënë, incesti ndaj kësaj zonje nuk ka ndaluar aty me martesën e saj, do me thënë është bërë që kur ka qenë e vogël kjo, por nuk ka ndaluar aty. Ka vazhduar dhe vite të tëra që ato kanë ardhur ke shtëpia, i kanë dhënë çunit lek edhe kanë vazhduar punën me zonjën në fjalë, që realisht i bie të jetë bia dhe motra e tyre. Tani, buri thot, unë nuk kam qenë kur dhunues. I kam qëndruar pranë derisa s'ka mundur më. Sot kam vetëm një dëshirë. Të vërteta të tilla të mos i ndodhin asnjë fëmijë, thot, asnjë gruaje, asnjë familje. Tani, kjo është një histori që nuk është vetëm një dhimbje. Është një thirrje, një mesazh për të folur, për të mos heshtur, sepse heshtja është ajo që i mban plagët e hapura për breza të tërë. Mua kjo histori më ka tronditur, me thënë drejtën, është një dramë e vërtet. Nuk dua të toleroj që të ndodhin drama të këtilla te shqiptarët. Motrën e ke gjak, nuk mundesh me motrën tënde të bësh fenomene të këtilla. Do thënë çfarë robi, çfarë njeriu duhet të jesh. Dhe sinqerisht, do me thënë, ky burr ka qenë aq i ndershëm,
aq paqësor, aq me shpirt sa që ka vendosur që të vazhdoj martesën e tij me një grua të tillë që realisht e ka ndjekur problemi me vëllezërit. Por unë mendoj që kjo grua duhet patjetër të punon me veten dhe duhet të arrijë të vendosë në vete që t'i drejtohet organeve kompetente, ta denoncon rastin dhe të shpëton, sepse ajo derisa nuk flet, ajo derisa heshtën, në asnjë mënyrë nuk mund të shpëton edhe sot kur realisht i bie të jetë në moshën 48 apo 47 vjeç. Por unë shpresoj që me kalimin e kohës kjo histori të merr fund dhe gjërat të vehen në kapitull ashtu siç duhet.